Shumë njerëz lodhen jo nga puna, por nga detyrimi për të qenë gjithmonë të disponueshëm. Mesazhe, telefonata, kërkesa, shpjegime dhe brenda te rritet një zhurmë që se sheh askush. Një kufi i shëndetshëm është kjo fjali. Do të kthehem pak më vonë. Nuk është ftohtësi, është respekt për energjinë tënde. Kur nuk përgjigjesh, menjëherë trupi e kupton se si je në alarm dhe mendja fillon të punojë më qartë. Ti nuk humb njerëz, humb vetëm ngutjen. Nganjëherë një vonesë e vogël në përgjigje është mënyra më e mirë për të ruajtur paqen dhe dinjitetin.